Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, konfirmoi për agjencinë e lajmeve Reuters se Rusia ka përdorur raketën tokësore 9M729 gjatë luftimeve në vendin e tij. Sipas tij, ishte pikërisht zhvillimi i asaj rakete që nxiti presidentin Donald Trump të tërhiqej nga traktati me Moskon për kontrollin e armëve bërthamore me rreze të mesme veprimi në vitin 2019. Washingtoni tha në atë kohë se raketa ishte në shkelje të traktatit, sipas të cilit të dyja vendeve u ndaloi të zhvillonin dhe prodhonin raketa me rreze veprimi nga 500 deri në 5500 kilometra, megjithëse Rusia e mohoi atëherë një pretendim të tillë. Raketa, e cila mund të mbajë një kokë bërthamore, ka një rreze veprimi prej 2500 kilometrash, sipas ekspertëve. Rusia e ka lëshuar raketën drejt Ukrainës 23 herë që nga gushti, tha një zyrtar i dytë i lartë Ukrainës për agjencinë e lajmeve Reuters, duke shtuar se Kievi regjistroi gjithashtu lëshime të së njëjtës raketë 2 herë gjatë vitit 2022. Përdorimi nga Rusia i raketës 9M729 të ndaluar nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi kundër Ukrainës në muajt e fundit tregon mungesën e respektit të liderit rus Vladimir Putin ndaj Shteteve të Bashkuara dhe përpjekjeve diplomatike të presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, tha Sybiha për Reuters, duke theksuar se Kievi mbështet propozimet e paqes së liderit amerikan, ndërsa Rusia duhet të përballet me presion maksimal për ta nxitur atë vend të pranojë një marrëveshje paqeje. Furnizimi i Ukrainës me armë me rreze të gjatë veprimi do të ndihmonte që Moska të bindej për t'i dhënë fund luftës, theksoi ministri i jashtëm Ukrainas. Kievi i ka kërkuar Washingtonit të shisë raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi, por Moska e kundërshton, duke thënë se do të ishte një përshkallëzim i rrezikshëm i luftës.